Shqipëria nuk po zbrazet rastësisht, ikja masive po i jep oksigjen pushtetit kur të rinjt largohen, kur familjet mbahen me remitanca dhe kur zemërimi social eksportohet jashtë kufive. Pyetja nuk është më vetëm pse po ikin shqiptarët. Pyetja është kush merr frymë më lehtë nga kjo ikje. Një pushtet ka frikë nga një popull që qëndron, organizohet dhe kërkon llogari. Por një popull që ikën është më i lehtë për t'u administruar. Më pak zë. Më pak revolt. Më pak presion. Dhe kur ikja kthehet në rrjedhje kombëtare, ajo nuk është më vetëm tragjedi njerëzore. Bëhet edhe komoditet politik. Shqipëria nuk po humbet thjesht njerëz. Po humbet pikërisht atë forcë që mund ta detyronte pushtetin të dridhej. Në këtë pikë, pyetja bëhet therse, a është emigrimi masiv dështim shtetëror, apo edhe valvul që i ul temperaturën revoltës sociale? Pamja e parë është e thjeshtë, shqiptarët po ikin për një jetë më të mirë, dhe po, kjo është e vërtetë. Ikën për pagë, për siguri, për shkollë, për dinjitet, për një shtet që nuk i poshtëron çdo ditë, por kur ikja bëhet masive, ajo nuk është më vetëm zgjedhje personale. Ajo bëhet fakt politik. Ajo bëhet simptom kombëtare. Ajo bëhet tregues i frikshëm i një vendi që nuk po humbet vetëm popullsi, por edhe nervin e kundërshtimit. Shifrat janë brutale. Eurostat raportoi se në vitin 2024 rreth 48.000 shtetas shqiptar morën shtetësi të një vendi të Bashkimit Evropian, duke i renditur shqiptarët si grupi i tretë më i madh i përfituesve të shtetësisë në atë vit. Ndërkohë Instat vlerësoi se më 1 janar 2025 popullsia e Shqipërisë kishte rënë në 2.363, 314 banor, ndërsa vetëm në vitin 2024 migracioni neto ishte sërish negativ me 28.836 persona. Kjo nuk është lëvizje normale. Kjo është zbrazje, dhe këtu nis pyetja e madhe, kur ikin më të pakënaqurit, më të lodhurit, më të rinjt, më të papunët, më të zhgënjërit, kush mbetet për ta tronditur sistemin, sepse një popull që rri këtu dhe nuk ka punë, mund të ngrihet. Një popull që rri këtu dhe nuk sheh drejtësi, mund të revoltohet. Një popull që rri këtu dhe ndihet i tradhtuar, mund të kërkojë llogari, por një popull që ikën e shkarkon jashtë vendit atë që duhet të shpërthente brenda. Dhe pikërisht këtu emigrimi masiv funksionon si valvul politike, jo domosdoshmërisht si plan i shpallur, por si efekt real që i shërben pushtetit. Kjo është një inferencë politike nga faktet publike, jo provë për një strategji zyrtare të deklaruar, po kush përfiton? Përfiton pushteti, sepse me çdo val ikje bie masa e presionit të brendshëm. Përfitojnë elitat që nuk detyrohen të përballen me aq shumë zemërim sa do të kishte po të rinj të qëndronin këtu. Përfiton modeli i dështuar ekonomik, sepse mbijeton pa u reformuar realisht. Përfitojnë edhe rrjetet klienteliste, sepse një vend i zbrazur është më i lehtë për tu menaxhuar se një shoqëri e mbushur me energji qytetare. Po kush e paguan çmimin? E paguan Shqipëria, e paguan tregu i punës, e paguajnë familjet, e paguan vetë e ardhmja. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se emigrimi po dëmton seriozisht perspektivën afatmesme të vendit, duke shkaktuar mungesa të forta në tregun e punës, sidomos të punonjësve të kualifikuar. Në raportet e tij për Shqipërinë, Komisioni vëren rënien e fortë të popullsisë dhe thellimin e Brain Drain, ndërsa Banka Botërore dhe Instat raportojnë se 45 e firmave nuk po arrin të mbushin vendet vakante, kryesisht për shkak të mungesës së punëtorëve, dhe e lidhin këtë drejt për drejt me emigrimin. Pra kemi një absurd të plot, shteti humbet njerëzit e vet, ekonomia humbet krahun e punës, vendi humbet trurin, por pushteti fiton një gjë të çmuar në afat shkurtër, qetësinë, jo qetësi të vërtetë. Jo stabilitet të ndërtuar mbi drejtësi dhe zhvillim, por qetësi të blerë me zbrazje. Një pjesë e madhe e kësaj qetësie mbahet edhe nga remitancat. Banka Botërore dhe Instat tregojnë se shumica dërmuese e familjeve që marrin remitanca i përdorin ato për ushqim, shëndetësi dhe arsim, jo për investime afatgjata. Kjo do të thotë se shteti nuk po zgjidh dot problemet bazë, por ato po amortizohen me para që vijnë nga jashtë. Pra, emigranti po mban familjen dhe familja po mban qetësinë sociale që shteti vet nuk do të arrinte ta mbante me politikat e tij. Po kush hesht politika, sepse ka më të lehtë të flas për remitancat se sa për dështimin që i prodhon ato. Hesht një pjesë e elitës, sepse stabiliteti i rem i leverdis më shumë se sa shpërthimi i një zemërimi të madh social. Hesht shpesh edhe media që e trajton emigrimin si statistikë mujore, jo si hemoragji kombëtare me efekt të drejtë për drejtë politik. Heshtin edhe institucionet sa herë flasin për rritje, pa thënë se vendi po rrit boshllëkun e vet demografi. Çfarë fshihet pas pamjes së parë? Fshihet kjo e vërtetë e hidhur. Shqipëria nuk po qetësohet sepse problemet po zgjidhen. Shqipëria po qetësohet sepse njerëzit po largohen, nuk po shuhet zemërimi, po eksportohet, nuk po bie varfëria, po mbulohet përkohësisht me remitanca. Nuk po forcohet shteti, po dobësohet shoqëria. Kjo është arsyeja pse emigrimi masiv nuk mund të lexohet vetëm si pasojë sociale. Ai duhet lexuar edhe si efekt politik. Sepse sa herë që i pakënaquri largohet, sistemi fiton kohë. Sa herë që i riu ikën, pushteti humbet një kritik, por fiton më pak presion. Sa herë që një familje zgjedh aeroportin në vend të protestës, regjimi merr frymë më lehtë. A përdoret emigrimi masiv si valvul për të shpëtuar pushtetin nga revolta sociale? Si strategji e shpallur publikisht, kjo nuk është provuar. Por si realitet që punon çdo ditë në favor të pushtetit, shifrat flasin vetë. Kur vjetëra mira ikin, kur popullsia bie, kur tregu i punës zbrazet dhe kur familjet mbahen me para nga jashtë, del në dritë një e vërtet e pamëshirshme. Regjimi nuk ka nevojë të qetësoj popullin, kur populli po ikën vetë. Dhe kur populli ikën, pushteti merr frymë më lehtë.